Mirëmëngjesi për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot të flasim për një aktivitet shumë të bukur të zhvilluar para disa ditësh në qytetin e Shkodrës, një aktivitet në kuadër të trafikimit të qenieve njerëzore. Një temë shumë prekse, por sot kam të ftuar Suela Dumnorin për të folur për këtë temë dhe kam një të ftuar tepër speciale, Alba Lekaj. Mirëmëngjesi e dashur. Mirëmëngjesi, Suela. Shumë mersi e dashur. Sa herë që jemi në studion tënde. Ju falenderoj shumë që jeni pjesë e studios, e emisionit dhe jeni gjithmonë të mirëpritura. Kjo aktivitet ka që bukur, Suela, duhet ta fillojmë së bashku. Si erdhi organizimi i këtij aktiviteti? Në fakt, tashmë e kthyer edhe në traditë për qytetin e Shkodrës, për vite rrallazi, prefektura Shkodër në bashkëpunim me Zyrën Vendore Arsimore Shkodër organizojnë këtë aktivitet i cili shërben si aktivitet përmbyllës i të gjithë aktiviteteve të shumta që realizohen në kuadër të muajit tetor, muajit të trafikimit të qenieve njerëzore. Ky aktivitet shërben si finalizimi ku përfshihen të gjithë shkollat e Zyrës Vendore Arsimore Shkodër me një marshim sensibilizues dhe duke përmbyllur dhe me finalen me pjesën më të bukur dhe artistike ku nxënësit gjithmonë e gjejnë vetën dhe pikturën proponimin më të bukur për mënyrën se si ato e shikojnë trafikimin e syrin atyre. Një ekspozitë shumë e bukur me piktura, ku Alba fitoi çmimin e dytë, me pikturën e mrekullueshme që ne e kemi edhe në studio. Alba, mund të na tregosh pak për pikturën tënde që ke bërë dhe që mori një çmim mjaft të mirë? Atëherë, në fillim nuk është si ishte dha që lehtë, sepse piktura nuk është pika ime e dobët, të themi, unë më shumë e bëj për një eksperiencë, një diçka më të bukur dhe po. Ishte si eksperiencë, e more si diçka të thjeshtë që do ta bëje, vendose ta bësh për këtë ekspozitë apo ishte diçka për çefin tënd? Jo, në fakt për këtë ekspozitë. Dhe ka dalë diçka shumë e bukur. Çmimi ishte emocionues? Ishte shumë, në fakt nuk është se e prisha, po që shumë bukur, shumë emocione. Shumë emocione. Të inspiroi çmimi për të pikturuar më shumë? Po, në fakt po, sepse të nxit më shumë, le të themi, që vazhdosh më shumë. Suela, sa të njohur janë nxënësit e shkollave me këtë aktivitet që është bërë, por dhe me trafikimin e qenieve njerëzore në përgjithësi? Atëherë para se të përgjigj duhet të shtoj diçka në Patjetër, me kënaqësi. Sepse duhet kuptojmë edhe emocionet që ata kanë. Janë shumë të mëdha. Janë në studio për të folur sepse Alba realisht ka shumë për të folur. Alba është në ato nxënëse të cilat përfshihen të gjitha aktivitetet. Ashtu siç e tha dhe vetë, piktura nuk është pika e saj e fortë, pra nuk është ndër potencialet e saj, por ajo tenton të sfidoj vetën në të gjitha fushat kur bëhet fjalë për të angazhuar dhe për të përfaqësuar shkollën. Dhe kjo është diçka shumë e bukur. Patjetër që po. Bravo Alba. U lumturova dhe unë them drejtën edhe për çmimin që Alba mori dhe për vlerësimin që mori duke përfaqësuar dhe të gjithë shkollën. Punimi i Albës në fakt është ndër ato punimet interesante, që ndoshta nuk hyn në punimet e profesionistave, por hyn në punimet që shprehin realisht emocionet e çiltra të një të riu në lidhje me temën specifike që ne kishim. Ndërsa për pjesën e aktiviteteve sa të përfshirë janë, po tashmë e dim gjithë që të rritë është pjesa më e kënaqshme për ta dhe më e gatshme për të bashkëpunuar janë aktivitetet. Përveç pjesës mësimore, patjetër. Aty ku ndjen veten të lirë, aty ku ndjen veten më të angazhuar, aty ku mund të përshfaqen dhe potencialet e tyre. Unë e them shpeshherë që në shkollë jo të gjithë nxënësit mund të shkëlqejnë në mësime dhe mund të jenë të dalluar, ama gjithë secili nxënës e ka një pikë të fortë, e ka një potencial dhe ne si të rritur, si përgjegjës, si psikolog dhe si mësues duhet patjetër që të zbulojmë këto pika dhe këto potenciale që t'i bëjmë të ndihen mirë dhe të vlefshëm në të gjitha fushat që arsimi mbulon, përveç pjesës së të nxënit. Dhe këto aktivitete patjetër që marrin vëmendjen e fëmijëve duke u përfshirë ashtu siç Alba dhe shumë shoqe dhe shokë të Albës që menjëherë kur ne kemi aktivitete duke përfshirë të gjitha datat e rëndësishme dhe fenomenet e ndryshme negative të shoqërisë, janë të gatshëm për të marrë pjesë duke shfrytzuar potencialet e ndryshme, dikush duke dhënë kontributin në pikturë, dikush në muzikë, dikush në sport, etj. Shumë fusha të tjera. Ndërsa për fenomenin e trafikimit faktikisht është ajo që unë i them nxënësve të mi vazhdimisht, është një fenomen për të cilin nuk flitet. Jo, dëgjohet shumë pak. Po, dëgjohet shumë pak dhe duket shumë larg këtyre. Sa herë që diskutoj me fëmijët, a ka trafikim?
A ka trafikim në Shkodër? A ka trafikim në Shqipëri? Sepse njihet si një fenomen i cili ndodh në filma apo ndodh në botën e largët dhe nuk rrezikohemi ne. Por ndoshta ajo që duhet bëjmë ne është që të ndërgjegjësojmë patjetër, duke bërë dhe pjesë të strategjive, të planeve mësimore, të orëve edukative për të njohur format e trafikimit, duke informuar, duke ndërgjegjësuar dhe sensibilizuar dhe fëmijët vazhdojnë dhe kanë dhe më konkrete fenomenet e trafikimit, duke përqafuar akoma më shumë dhe duke i përfshirë edhe pse tek punimet për të parë mënyrën se si ato e shikojnë realisht fenomenet e trafikimit. Pasi Alba mori çmimin, si u ndjen të gjithë nxënësit e tjerë, sepse është ajo krenaria në shkollë që një nxënëse jona ka marrur një çmim. Patjetër, në fakt ashtu siç tha dhe Alba nuk e prisja, sepse Alba ditë ishte aktivizuar tek tryeza informative bashkë me një shoqe të saj, dhe momentin që thirrën emrin e pash Alba ishte shumë e çuditur dhe nuk e kuptoi, e thirrën për të marrë çmimin apo e thirrën se ishte aty tek tryeza informative. Po kërkonte dikush. Patjetër që po. Ne në sallën e aktiviteteve që kemi tek shkolla, kemi krijuar një kënd me të gjitha certifikatat që marrin, patjetër që po. Kjo është kënaqësi, është edhe për shpërblyer punën e mësuesve, për shpërblyer punën e drejtoreshës, e cila na beson dhe na vlerëson gjithmonë në të gjitha nismat dhe iniciativat që ne marrim si shkollë, dhe patjetër që është kënaqësi përveç se personale për Albën, besoj edhe kënaqësi edhe për gjithë shkollën. Alba, mund na tregosh ti pak për pikturën, për kënaqësinë dhe emocionet që Suela i përmblodhi pak a shumë? Mund t'i dëgjojmë pak nga ti? Si nisi ideja pikturës? Do me thonë, na shpjego pak a shumë pikturën, ti me fjalët tuaja. Atëherë, mesazhi që kam dashur të më lënë me këtë pikturë është se kjo vajzë ka qenë trafikume. Po. Edhe jeta ose bota e jashtme është plot ngjyra edhe shumë e bukur. Por në fundit aja ishte përmbrana e friksume, me frikën e saj, dhimbshme, kështu. Po emocionet që more, që ndjeve, kur shkove në shkollë, se në moment dije që janë shumë të mëdha dhe nuk të është besuar. Po kur shkove në shkollë, të uruan nxënësit e tjerë? Po, gjithë nxënësit, mësuesit. Ishte emocioni pa pamë, sepse, si thash më parë, nuk është se më pëlqen aq shumë piktura, ose që angazhohem aq shumë as pikturës. Edhe ishte diçka shumë e bukur për mua. Dhe fakt ishin emocionet pa pamë, shumë mëdha. Patjetër, normale. Shkolla Skënderbej është një nga ato shkolla që gjithmonë ka aktivitete shumë të bukura dhe shumë të larmishme. Dua të di pak planet tuaja për të ardhmen, çfarë mund të zbulojmë sot? Patjetër që gjithmonë ka plane për diçka. Pjesa e shërbimit psikosocial të cilën u mbulojnë në shkollë, mendoj që duhet të ketë gjithmonë në fokus dhe në vëmendje përfshirjen e fëmijëve në ndërgjegjësimin e tyre. Dhe ku ka më bukur se ndërgjegjësimin, mësimin, informimin ta sjellim nëpër aktiviteteve të kësaj natyre, ku nxënësit njihen të lirë. Patjetër që të gjitha datat e rëndësishme ne i kemi në fokus dhe shumë shpejt kemi dhe bullizmin, kemi dhe të drejtat e fëmijëve dhe do të hapim edhe fushatën e 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Të gjitha të tre element, këto tre fenomene, patjetër që të përfshihen me iniciativa të ndryshme, me aktivitete ndërgjegjësuese, me një kënd informues në hallin e shkollës dhe të tjera të cilat besoj do t'i zbulojmë më vonë në një moment tjetër. Do t'i zbulojmë më vonë, patjetër. Si presin nxënësit këto aktivitete? Ti the që janë të gjithë shumë të gatshëm të jenë pjesë e aktiviteteve. Të pyesin, kanë atë idenë kureshtjen, japin mendime për këto aktivitete? Një ndër pyetje që Alba mund ta thotë edhe vetë në një moment është: "Zysh, kur keni aktivitet?" Sepse ne punojmë tek salla poshtë në bashkëpunim me qeverinë e nxënësve, me mësuesen e koordinatorët të qeverisë së nxënësve, si dhe me grupin Impact, i cili funksionon në shkollën tonë. Ky grup Impact faktikisht ka lindur që në vitin 2018 si iniciativë një organizate e cila ka mbështetur shkollën tonë deri vitin e kaluar, për cilin jemi shumë falënderues për mbështetjen e tyre, jo vetëm materiale, por edhe suportuese me trajnime, me fuqizimin e të rive, fuqizimin e mësuesve etj. Gjitha kjo na ka lehtësuar si proces dhe na ka bërë dhe akoma më të lehtë përfshirjen e nxënësve. Ne kemi një kalendar aktivitetesh i cili realizohet që në fillim të vitit shkollor, ku pasqyrohen të gjitha planet dhe aktivitetet që do të shtrihen përgjatë gjithë vitit. Dhe nxënësit pak a shumë e dinë, në mbledhjen e parë që ne bëjmë, që prezantojmë dhe planin e punës, pra pjesë e qeverisë nxënësve të grupit
deri në pak, e din se çfarë aktivitetesh do të bëhen dhe pak a shumë mundohem që të shpërndaj detyrat që të mos mbesin gjithmonë një grup i vogël të jetë i përfshirë, dhe të jetë pjesë, por përfshim sa më shumë zonës. Dhe gjithmonë mundohemi që t'i sjellim aktivitetet të asaj natyre dhe atje karakteri ku i lehtëson dhe i mundson pjesëmarrjen të gjithë nxënësve. Ku gjithmonë kemi në fokus edhe nxënësit me aftësitë kufizuar, pasi shkolla jon mban numrin më të lartë të nxënësve me aftësitë kufizuar që përfshihen në arsimin e zakonshëm. Kemi 17 fëmijë me aftësitë kufizuar këtë vit dhe mundohemi patjetër që aktivitetet të kenë atë natyrë ku i lehtëson dhe i mundson edhe pjesëmarrjen e tyre. Se i ndihmon nga ana psikologjike aktivitetet, pjesëmarrja në këta aktivitete, qoftë edhe ata me aftësi ndryshe të kufizuar, qoftë edhe fëmijët e tjerë. Sa janë, që i ndihmon në pjesën psikologjike? Po patjetër që po, unë thash edhe parë është çështja e vetbesimit. Nxënësit të kanë nevojë të ndihen të vlerësuar dhe të kenë besim në vete. Jo të gjithë nxënësit mund të ndjehen mirë në rezultatet që ato arrijnë në shkollë, në lëndë të ndryshme, në matematikë, në gjuhë, në anglisht, biologji, kena shumë lëndë, apo jo. Ama mund bëjnë diçka tjetër shumë bukur. Dhe ora e mësimit nuk ta lejon që të zbulohen këto potenciale dhe këto mundësi që nxënësi ka. Më ka ndodhur një rast para shumë viteve, një mësuese e lëndës matematikës që është në lëndët më serioze, që nxënësit duhet të dëgjojnë me shumë vëmendje sepse është një lëndë e rëndësishme, është dhe e vështirë. Kam një nxënës në bankë të fundit, gjithë orën vizaton. Nuk e ka vëmendjen fare. Dhe unë jam shumë e shqetësuar, i kam folë shumë, por nuk më gjan, vazhdon e vizaton. Dhe unë një moment e pyet, a i ki pyet çfarë vizatimesh, a i ki pa çfarë vizatimesh janë? Jo, vetë asnjëherë nuk e kam pa. Dhe tres nxënësit dhe shikoj vizatimet. Ato vizatime ishin një mrekulli. Një talent i lindur. Ishte talent, pra unë zbulova një talent nga një referim i mësueses që kishte me të drejtë, sepse nxënësi patjetër që në orën e mësimit duhet të jetë i fokusuar tek lënda e matematikës. Por çfarë bëm? Ne identifikuam një talent, e shfrytzuam atë potencial, u bë pjesëmarrës në aktivitete të shumta, fitoi edhe një çmim në rang shkolle dhe filloi të fitonte edhe dëshirën për vëmendje, filloi me fitu dëshirën dhe me bë detyrat e shtëpisë, edhe më kanë më aktiv në orën e mësimit. Solla këtë shembull praktik për me kuptu që nxënësit i ndihmon në shumë dimensione të ndryshme në bazë të nevojave dhe deficiteve apo mangësive që nxënësit momentalisht munden me pas. A mendon se ndikon pjesa e aktiviteteve edhe tek mësimet, Alba? Po, patjetër që ndikon, sepse kur ishim për shembull për këtë rastin e aktivitetit trafikimit, ne kur na tha psikologët që kishim për të bërë këto pikturat, dhe ne direkt na shkojnë në mendje që të marrim telefonat dhe të shohim ide të ndryshme, por që në atë moment psikologët janë thënë që jo, si t'ju vinë juve, edhe nga idetë tuaja, ide që ju vinë natyrshëm. Pra ju zhvillojnë shumë nga pjesa. Ideja është të nxisin akoma më shumë kreativitetin e tyre. Këta kanë shumë ide, por janë tashmë të bllokuar edhe nga koha që ka ardhur digitalizimi, mjetet teknologjike, telefoni dhe tendenca e tyre është që të kopjojnë materialet e gatshme, ndërkohë që nuk lejojnë zbulojnë veten që ato munden me bë ide tjera akoma edhe më të bukura se sa ato të gatshme. Siç ishte edhe rasti që bam apo jo. Alba, ke planifikuar të marrësh pjesë edhe tek aktivitetet e tjera, sepse ti besoj që i di. Po, patjetër, sepse më pëlqen shumë fakt, apo të marr pjesë, të jem e gjithanshme dhe Bravo, Alba. Po, patjetër, më nxisin më shumë. Dhe ne të urojmë shumë suksese, kudo që të shkosh dhe kudo që të marrësh pjesë. Suela, në fund dua nga ti një thirrje për të gjithë nxënësit, për të gjithë bashkëmoshtarët e Albës, një thirrje të përgjithshme, jo vetëm për trafikimin, po patjetër. Por për të gjithë ata që na dëgjojnë dhe një thirrje siç ti di në mënyrën më të mirë të mundshme. Ajo që i them vazhdimisht, duke qenë edhe një nën e dy vajzave adoleshente, ndoshta është periudha dhe koha të cilët i kuptoj akoma dhe më shumë. Dhe e di që çfarë i mungon dhe çfarë do të kishte qenë më e bukur për të bërë jetën e tyre dhe zhvillimin e tyre mendor, fizik dhe emocional akoma dhe më të mirë. Koha e lirë është shumë e rëndësishme. Të dinë të shfrytëzojnë kohën e lirë, larg telefonave, larg pajisjeve teknologjike, të krijojnë, të zhvillojnë potencialet e tyre, të tentojnë, mos kenë frikë, të guxojnë, edhe pse rrëzohen, të çohen, do të ngrihen edhe më të fortë. Faleminderit shumë e dashur që ishe këtu mëngjes, faleminderit e për këtë thirrje kaq të bukur. Alba, faleminderit që ishe me mua. Faleminderit juve. Të pres me të tjera çmime, me të tjera piktura, me të tjera gjëra të bukura siç ju dini të bëni. Faleminderit shumë. Faleminderit Soila. Shumë mersi, faleminderit.
Ishte shumë kënaqësi edhe për ne, ju kishim në studio dhe ju falenderoj të gjithëve ju që ishit deri në këtë momente në Info Plus. Takimi radhës nesër.